Po edhe djati mozzarella është një prej atyre që rekomandohet me qenë pjesë. Po, për arsye se ka sasi shumë atë vogël të yndyrës, edhe ka pak kalori. Edhe s'ka krepec. Po, edhe s'ka krepec. Zata Lena e donë. Kjo është shumë e madhe, që edhe sasia e kripës është shumë e vogël, bile, një ndër që është më rëndësi me cek është që ka shumë pak laktozë. Është më i tratshëm, është më i pranueshëm te fëmijët. Me fillu në recetat e para kur shtojmë produktet e Bilmetit te fëmijët, është shumë e mirë së ardhur mozzarella. Për këtë arsye zgjedha me shtu edhe në këtë recet, për shkak që din edhe mushkëri, edhe me jap atë përshtypjen e kaçkavallit, se normal që fëmijët e mësojnë picën. Me kaçkavall. Edhe me jap atë përshtypjen që është kaçkavall, se nëse kishim shtu një djathë për shembull të shtëpisë, klopës që e përgatisim vetë, ose nëse kishim shtu djathin petas, çfarë do lloj djathi tjetër nuk arrin njëjtë mushkëri që me pasat